Ju nga tjeta uroj të jeni mirë, dashur miq, jemi sot për të parë zhvillimet nga afër sepse ka zhvillime shumë të mëdha në gjirin persik në lindjen e mesme. Çështja e Iranit ka alarmuar të gjithë planetin në këtë moment sepse ka zhvillime të mëdha atje të cilat do të diktojnë zhvillimet e ardhshme në të gjithë botën dhe ekuilibra të ri të mëdhej global në lindjen e mesme, por edhe në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Rusisë. E gjithë bota është fokusuar atje sepse Donald Trump, por edhe Lindsey Graham dhe të tjerë njerëz pranë administratës Donald Trump kanë njoftuar se sonte ose nesër maksimumi në mëngjes ose nesër në mbrëmje mund të nisë goditja finale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Çfarë është duke ndodhur më konkretisht, çfarë po bëhen gati? Irani është bërë gati, ka bërë raketat gati dhe i ka çuar në drejtim të vendeve të gjirit, pra atje tek bazat amerikane, ndërkohë që amerikanët nuk kanë marrë leje nga Arabia Saudite, nga Katari, nga Kuwaiti, nga Bahreini për të përdorur bazat e tyre për një goditje të mundshme ndaj Iranit. Dhe ndërkohë që në Teheran, në qytetet e tjera të Iranit po bëhet një betejë e propagandës ku Irani po nxjerr në mediat e tij sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe sikur rrugët janë në paqe të plot, ka njerëz që lëvizin normalisht dhe qarkullisht, pala tjetër thotë se është duke ndodhur një kasapane e madhe, numri i të vdekurve është rritur shumë, por të vërtetën e din vetëm ata që janë atje, pasi interneti është tashmë në gjendjen blackout dhe ka shkëputje totale të internetit në të gjithë Iranin. Amerikanët kanë thënë se do të godasin brenda këtyre 2 ditëve, pra ose sonte ndark ose nesër në mëngjes. Ky njoftim është bërë edhe nga njerëz pranë Trumpit, pra edhe nga Lindsey Graham. Ajo që po ndodh është se ne, duke qenë që ky është një zhvillim që nuk pret minutën, mbrëm fola për këtë, pasi analizuam edhe çështjet e Shqipërisë, edhe çështjet e lindjes mesme ku po ndodh përplasja fatale dhe finale ndërmjet Amerikës dhe Iranit, por ato që folën mbrëm tashmë janë bërë të vjetra. Pse? Sepse gjërat po lëvizin me shumë shpejtësi. Për të parë nga afër dhe për të kuptuar të gjithë skenarët e ndërhyrjes, miq të dashur, duhet kuptojmë 3 skenarët kryesor të cilët i ka Amerika dhe të 3 skenarët janë të vështirë. Përse? Do të kuptojmë se çfarë po ndodh dhe si do të ndodh. Donald Trump pas ndërhyrjes në Venezuela ka marrë me sa duket vendimet dhe pas takimit të Benjamin Netanyahus në Mar-a-Lago, i cili tha Donald Trumpit, zotni, hajde të bëhemi gati ta rrëzojmë regjimin e Iranit se po përgatit program për thamor, o sot o kur. Ky ka qenë plan i hershëm i Benjamin Netanyahus për ta marrë Donald Trumpin dhe për ta futur në lindjen e mesme dhe për ta çuar te kjo përballje e madhe me Iranin, pra me Teheranin. Që do të thotë ku do të shkojmë në këto moment? Ju thash mbrëm që Donald Trump është duke folur me liderët e rëndësishëm, me ushtarak të mëdhenj të rëndësishëm të Pentagonit për të parë cili mund të jetë vizioni dhe plani i tyre për të goditur Iranin në këto momente. Amerika, siç ju thash, pak më sipër ka kohë që po projekton këtë rikthim të saj të madh në botë, veçanërisht Donald Trump, presidenti 47 i Amerikës, i cili është betuar se në vitin 47 të revolucionit, pra të ardhjes së Ajetollahëve në pushtet, do të bëj rrëzimin e këtij regjimi pra në Iran si presidenti 47 i Amerikës. Por, cilat janë mundësitë reale dhe të vërteta dhe të gjithë skenarët për të cilët po flasin ekspertët më të mëdhej, ushtarak amerikan, por dhe ato botëror, dhe të gjithë skenarët janë të vështirë për amerikanët. Pse? Do t'i marrim t'i kuptojmë një pas një dhe hap pas hapi. Amerikanët kanë dalë dhe kanë thonë se Irani, në qoftë se nuk do të bindet dhe në qoftë se nuk do të vazhdojë të godas protestuesit, ne do të jemi të detyruar të ndërmarrim hapa fatal, hapa serioz. Që do të thotë, gjithashtu në qoftë se Irani nuk e ndërpret programin bërthamor, do të bëjmë ndërhyrje
të madhe dhe të fortë, ka thënë Donald Trump gjatë intervistës së tij apo gjatë konferencës së shtyp që dha në krah të Benjamin Netanyahus në takimin e tyre të fundit që me sa duket e ka bindur presidentin Trump të rikthehet në lidhjen e mesme. Çfarë ka thënë Trump? Në qoftë se Irani nuk bindet, atëherë unë do detyrohem që të çoj B-2 Spirit, pra do të çoj bombarduesin përthamor amerikan, por tha unë jam i shqetësuar sepse nuk dua ta shpenzoj naftë shumë, do kërkoj shumë karburant që t'i çojmë nga Europa në 17 orë fluturim të pandërprerë për të bërë bombardimin atje. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që bazat amerikane në vendet e gjirit, Arabi Saudite, Katar, Kuvajt, Bahrein, Oman, nuk do të mund të përdoren për të goditur Iranin, sepse vendet e gjirit i kanë thënë amerikanëve, nëse do ta godasësh Iranin, nuk do ta godasësh nga unë. Kjo e bën Trumpi që të mendoj disa skenar të tjerë. Skenari me trupa është i pamundur, sepse amerikanët nuk duan të hyjnë në llumra dhe në baltra të cilat mund të kushtojnë atyre jetën e shumë ushtarëve. Donald Trump ka një skenar të cilin e përgatiti shumë fort me skenarin e Maduros, skem spektakolare, marrje, rrëmbim i presidentit, çuarje përpara drejtësisë atje, asnjë humbje ushtarësh, asgjë dhe thjesht. Donald Trump i tha gjithë botës nëpërmjet mediave amerikane dhe shtypit perëndimor në përgjithësi që ishte ky një mesazh i qartë për gjithë botën që kush nuk bindet Amerikës do të ketë këtë fat. Cilët janë skenarët tashmë? Skenari numër 1 është që Amerika të godas me bombarduesit e tij që është duke i bërë gati, B-2 Spirit është bërë gati për të fluturuar në drejtim të vendeve të gjirit, pra bërthamorët, i bombarduesit bërthamor i Amerikan janë nisur drejt gjirit apo po bëhen gati në këto minuta për të nisur në drejtim të gjirit. Çfarë ndodh me këtë skenar? Ky është skenari që u jep frymëzim të madh protestuesve në mënyrë që ata të kuptojnë se Amerika tashmë nuk është duke qëndruar spektatore, por po e çon përpara zbatimin e premtimit të saj, pra që do t'i mbështesë protestuesit. Në këtë moment, skenari 1. Këtë nuk e bën Kreshniku, se Kreshniku nuk është ushtarak, por unë po sjell burimet të cilat ju nuk do të keni mundësi t'i dëgjoni kudo. Skenari numër 1 do të çojë në një rezultate që edhe pse do t'i motivoj protestuesit, do të nxjisë forcat e gardës revolucionit të Iranit, por dhe forcat e sigurisë, që janë forcat pasiqe, që të dalin dhe të godasin protestuesit, pasi ata tashmë do të konsiderohen tradhtar të Republikës Islamike të Iranit, tradhtar të parimeve të Islamit, tradhtar të kauzës së Vilayetul Faqih, që është parimi religjioz dhe teokratik i simbolikës religjioze që përfaqëson lideri Khamenei. Përse? Sepse specifikat e Iranit, nëse për ju që nuk i dini, se ju pjesa më e madhe e dini, është se lideri Khamenei nuk është thjesht vetëm një simbolik politike, por është një simbolik religjioze e cila lidhet me thelbin, me aortën e dogmës e cila pretendon se ai është përfaqësuesi i profetit në pushtet. Nuk është thjesht një simbol politik, nuk është thjesht një lider politik, nuk është thjesht një kryeministër, nuk është thjesht një president, por është përfaqësuesi i profetit Muhammed. Në këtë moment, pra, ngarkesa teologjike, religjioze që ka vetë pozicioni i liderit të revolucionit Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, tregon qartësisht që ngarkesat religjioze i lejojnë pushtetit në Iran që të masakrojë protestuesit me idenë që ata janë tradhtar jo më të Iranit, janë tradhtar jo më të Ali Khameneit, janë tradhtar të profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Janë tradhtar të Islamit, nuk janë tradhtar vetëm të Iranit. Prandaj,
Kjo e bën më të lehtë goditjen dhe rrafshimin e tyre dhe derdhjen e gjakut, i cili tashmë është duke u derdhur me shumicë në Iran. Vendet e Gjirit nuk e duan një përplasje me Iranin. Në këtë moment i kanë thënë amerikanëve gjuni nga të doni ju, po jo nga tokat tona, sepse ne nuk jemi gati të përballemi me raketat e Iranit, qofse ju do të godisni. Ndaj amerikanët po bëhen gati të bëjnë sulmin nga Europa, pra Amerikë, Europë dhe të vinë në Iran me trupa toksore. Nuk ka mundësi sepse humbin shumë trupa, por Irani është i rrethuar edhe me vargmane që çarja dhe penetrimi është shumë i vështirë. Prandaj, pavarësisht se fort ardhja, nisja e bombardimeve amerikane me Two Spirit apo me bombardues të tjerë, mund t'i nxjisë protestuesit të motivohen se erdhi ndihma dhe po vjen ndihma nga Amerika. Pjesa tjetër, ana tjetër e medaljes është që ata do të konsiderohen tradhtar dhe shërbëtor të Amerikës dhe të Izraelit dhe shërbëtor të armiqve të Allahut dhe të Islamit dhe të profetit. Ndaj, kjo e bën situatën më të komplikuar dhe e rrit shumë numrin e të vrarëve, sepse garda e revolucionit dhe forcat e rendit pasi që do të ndërhyjnë fuqimisht atje. Nga ana tjetër, një bombardim i mundshëm sipas skenarit numër 1, pa finalizim dhe pa rënje të regjimit në Iran, bën që Amerika të dalë nga loja pa autoritetin me të cilin doli në Venezuela. Për rrjedhoj, kjo e dëmton imazhin e Amerikës në botë, sepse pas ngrehjes së madhe, pas rrëzimit të Maduros dhe rrëzimit të Venezuelës, do të kemi një thyerje në Iran, në qoftë se Irani e përballon bombardimin e Amerikës, e cila do të bëjë bombardim nga ajri dhe do të largohet, sepse nuk ka mundësi që të qëndroj aty. Pra, Amerika në këtë skenar del një pa autoritet dhe nga ana tjetër e ekspozon Izraelin, aleatin e saj më të madh në lindjen e mesme ndaj bombardimeve, sepse presidenti iranian Pezeshkian ka thënë që ne do të godasim Izraelin, çfarë do që të godas Amerika, përgjigjen do ta marrë Izraeli. Dhe gjithashtu ka qenë një deklaratë shumë e fortë e kreut të parlamentit të Iranit, i cili ka thënë gjithashtu se kundërpërgjigjja do të jetë shumë e ashpër ndaj Izraelit, çka do të thotë një shpërthim tërësor i lindjes mesme që do ta çojë botën drejt të panjohurave të mëdha. Pra, ky ishte skenari i parë. Të shkojmë tek skenari i dytë. Skenari i dytë është skenari i Venezuelës, që po flasin ushtarakët në Pentagon tashmë në këto orë dhe në këto minuta vendimtare për Amerikën, për Iranin, për lindjen e mesme. Skenari i dytë është prit kokën, merr Khamenein dhe largohu nga zona, ndryshim, jo change regime, po marrje të kreut të regjimit. Trump mendon se nuk ka asnjë mundësi tjetër që të shkojë për luftë, të bëjë luftë në Iran, sepse është e pa mundur, nuk ka mundësi të humbas ushtar atje, ka dhe opozit brenda që do t'i thot ku po shkon, ku po i çon ushtarët e Amerikës. Por edhe marrja e Khameneit dhe shkëputja e tij, pengmarrja e tij apo grabitja e tij me forca speciale nuk është më i njëjti me të njëjtën lehtësi që ka ndodhur në Venezuela. Pasi në Venezuela, Maduro u tradhtua nga njerëzit e tij më të afër, por sikurse u tradhtua edhe nga zëvendësja e tij. Rodriguez, e cila, siç ju kam thënë, kishte patur kontakte me CIA 3 muaj përpara, prej tetorit dhe shtatorit në vendet e Gjirit, ajo ka patur kontakte me amerikanët, të cilët i kanë ofruar zonjës Rodriguez mundësinë që ajo të dorëzojë kokën e Maduros dhe të vazhdojë të jetë atje. Pra, ka patur kontakt me amerikanët. Ajo ka qenë mbi 2-3 herë në vendet e Gjirit, ku ka kontaktuar drejt për të drejti me amerikanët dhe u ka thënë se po ajo është e gatshme që të dorëzojë Maduron. Sigurisht edhe në Iran ka tradhtar, edhe në Iran ka spiun, Teherani është i krimbur në spiun, Teherani është i krimbur në njerëz të cilët të presin të bëjnë t'ja të ofrojnë shërbime kushdo që t'i ofrohet, dhe këtë e pam të goditja që bëri që u bë ndaj shefit Hamasit, Ismail Haniyeh, u godit brenda Teheranit, u godit brenda në zemër të dhomës së tij. Pra,
Irani nga brenda është komplet i mbushur me dezertor, me tradhtar, me njerëz të cilët kanë lidhje të forta edhe me shërbimet e huaja, edhe me Mossadin izraelit, edhe me gjithë tjerët. Pra, marrja e Khameneit si rasti i Venezuelës është skenari i dytë i mundshëm, por nuk është edhe ai i lehtë që të zbatohet, sepse mbrojtja e Khameneit është shumë më e komplikuar dhe më sofistikuar se sa mbrojtja e rastit të Maduros. Sepse specifikat e Khameneit janë të ndryshme nga specifikat e Maduros. Maduro ishte personazh politik, ndërsa Khamenei është edhe simbol religioz, për sipas asaj që ju a shpjegova pak më sipër. Dhe marrja, shkëputja e Khameneit si apo pengmarrja e tij, koka e shtetit që është përfaqësuesi i profetit, pra me këtë ngarkesë religioze që ka dhe teokratike, do të shndërroj situatën brenda në Iran në një luftë civile të tmerrshme, të përgjakshme, sepse gjithë garda e revolucionit dhe garda e islamistëve, të cilët besojnë fuqimisht që imami Sejid Ali Khamenei është përfaqësuesi, është zëvendësi i imamit të tyre apo i përfaqësuesi i profetit në Iran, do të ngrihen dhe do të hyjnë në luftë të përgjakshme me të gjithë protestuesit, çka e çon Iranin në një kasaphan të përgjakshme, sepse është marrë peng jo lideri politik, por përfaqësuesi i profetit. Dhe kjo e bën Iranin të shkojë drejt skenarëve të cilët janë tërësisht të paparashikueshëm. Në Venezuela, amerikanët ndoqën skenarin merr Maduro dhe të vazhdoj kush të doj. Në Iran situata është e ndryshme dhe nuk mundet të realizohet ky skenar. Prandaj protestuesit në vend që të merren me rrëzimin e regjimit do të përballen me pjesën tjetër të popullit, i cili do t'i konsiderojë ata si tradhtar dhe shërbëtor të Izraelit dhe të Amerikës. Ndaj kjo do t'i ekspozoj protestuesit ndaj një shkatërimi total dhe tërësor rrëjsor, e cila nuk është në interes të amerikanëve, pasi edhe amerikanët, edhe izraelitët janë të interesuar që protestat, edhe nëse nuk bie regjimi në këtë moment, siç thon disa media izraelite apo disa parashikues në Izraelit, duan që të paktën protestat të vazhdojnë. Pika mangësia më e madhe e protestës në këtë moment në Iran apo të protestave është se protestuesit nuk kanë të gjithë të njëjtën kauzë. Kurdët kanë kauzën vete, ahuazët në jug kanë kauzën vete, studentët kanë kauzën vete, njerëzit e thjesht që janë pa bukë kanë kauzën vete, njerëzit që protestojnë për rënien e vlerës së paras iraniane kanë kauzën vete, dhe askush nuk po mundet të bëhen bashkë. Pra, e gjithë opozita e Iranit në Iran, të gjithë protestuesit nuk kanë një bosht, një kauzë që t'i bëj ata të gjithë bashkë. Ndaj, kjo përçarje e tyre dhe ndërhyrje radikale pastaj e qeverisë, e gardës revolucionit, e forcave të rendit pasish, por edhe e popullit që mbështet pasuesin e profetit Ali Khamenei, do të shuante dhe do të zhdukte nga rrënjët një pjesë të madhe të protestuesve dhe do të çonte Iranin në një kasaphan lufte civile. Dhe prap këtu Amerika do të dilte me autoritet goditur, sepse Irani do të godas edhe bazat e protestuesve brenda Iranit, por do të godas edhe Izraelin si në luftën e 12 ditëve. Trumpi është duke i bërë të gjitha matjet përpara se të bëjmë bombardimet, por do të dalë me fitore nga Irani, nuk do të dalë pa fitore. Por që të shoh do të dalë me fitore apo pa fitore, me triumf apo pa triumf, duhet të bëjë dhe llogarit e rusëve dhe të kinezëve. Me sa duket Donald Trump është bindur tashmë që rusët dhe kinezët të shesin. Siç ndodhi me Maduro, nuk lëvizën asnjë gur, kështu do të qëndrojnë edhe me Iranin. Me sa duket ka një marrëveshje mes rusëve, kinezëve dhe amerikanëve për të eliminuar lojtarët e nivelit 2 apo nivelit 3. Çfarë mund të ndodhë në këtë rast? A do të ndërhyjnë kinezët dhe rusët?
me Maduro nuk ndërhyn. Tani, çfarë do të bëjnë? Me sa duket Amerikanët e din që as Vladimir Putini, as Xi Jinping, lideri kinez, nuk kanë për të ndërhyrë dhe nuk kanë për të dalë në krah Iranit, ashtu siç pretendojnë që janë aleat. Dhe kjo e bën Amerikën që të bëj kalkulimet me shpejtësi dhe të thotë se ky është momenti apo jo. Por gjithmonë brenda këtyre 3 skenarëve, të cilët po i thonë ekspertët ushtarak të Pentagonit i arançu planin në tryezë Trumpit dhe që po i thonë të 3 skenarët janë të rrezikshëm dhe të vështirë. Do të godasim, ka thënë, sonte ose nesër. Por me 3 skenar që të 3 janë të rrezikshëm, ashtu siç po ju shpjegoj. Duke ditur që Trump ka tashmë informacion, nëse e ka që Kina dhe Putini dhe Rusia pra nuk do të hynë dhe nuk do të vinë në krah të Iranit. Çka edhe iranianët e kanë shprehur para 2 muajsh, kanë shprehur një përfaqësues i lartë, zyrtar i lartë pranë Ali Khamenei ka shprehur zhgënjimin e tij të madh në mediat iraniane për tradhtinë e madhe të Putinit. Putin është një tradhtar, është një njeri që të shet dhe të ble brenda sekondës. Nuk është ai parimori i madh që e shisni sikur do shpëtoi njerëzimin nga liberalët e Kabalës. Këto janë rrena që i shpikin për të maskuar njerëzit. Irani e di që Rusia mund ta shes, siç shiti Basharin, siç shiti të tjerë. Turqia është e interesuar, është shumë e shqetësuar, sepse po shpërtheu lindja e mesme. Hajde ta marrë vesh se çfarë do bëjnë kurdët, hajde ta marrë vesh. Pra shkojmë në skenar që do të rëndisin komplet planetin. Kush është skenari 3? Skenari 3 apo që konsiderohet edhe më i pranueshmi, më pak i rrezikshmi apo më i mundshmi për të zbatuar. Vazhdo godit Iranin si në luftën e 12 ditëve, bombardime pa fund derisa të lodhet Irani. Por kjo ka kosto të larta, do fuqi, do shpenzime të jashtëzakonshme, sepse që të vinë luftanijet amerikane nuk vinë për një ditë, duan kohë të vinë, kanë shpenzime të lahtarshme që të vinë deri në vendet e gjirit. Duhet bëjmë llogari që fluturimet e Amerikës do të bëhen vetëm nga Europa, sepse vendet e gjirit i kanë mbyll bazat dhe nuk lejojnë që të goditet Irani nga Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Bahreini, që do të thotë Amerika duhet fluturojë nga shumë larg dhe sipas skenarit të tretë që i ka shkuar Trumpit në tryezë është që ky bombardim i vazhdueshëm i Amerikës do t'i motivojë sërish protestuesit, të cilët do të vazhdojnë rebelimin e tyre dhe luftën e tyre që Irani të bjerë nga brenda. Por që Amerika ta bëjë këtë, siç u thash, nuk ka shumë baza pranë Iranit dhe do të shkojë të bëjë llogarit që luftën do ta bëjë në distancë nga baza të largta, siç është Europa apo të ngjashme me Europën, që do të thotë nuk ka një plan fiks që është super i sigurt, përveç se nëse shkojë në goditje atomike. Kjo përveç faktit që nga Iraku mund të vinë edhe janë bërë gati milicit shiite të El Hashdushabi, të cilat po përgatiten të gjitha të vinë në mbrojtje të Iranit dhe të futen në Iran për të shtypur protestat dhe për të mbajtur pra në këmbë regjimin. Dhe sa i përket gjithashtu një bombardim intensiv të amerikanëve, i cili do të mbajë të karikuar brenda protestuesit që po mbushin njerëz rrugët me të vdekur të plagosur, 10.000 ka shkuar numri të arrestuarve, numri të vdekurve është i pa njohur. Ende opozita jashtë Iranit është disa grupe të cilat po komunikojnë me amerikanët se kush do të jetë zëvendësi, por që bombardimet të vazhdojnë dhe të vazhdojë koordinimi bombardim bashkë me protestuesit sipas skenarit 3, duhet keni internet. Kanë folë me Elon Musku ka thënë do të çojë Starlinku që të pritet valët e Starlinkut edhe nëse janë falas, nëse do e jap Elon Musku, kanë nevojë për pllakat, kanë nevojë për pritësit, kanë nevojë për aparaturat që e presin këtë internet, të cilat në Iran mungojnë, që do të thotë edhe skenari i pritjes së këtyre valve të Starlinkut është shumë i vështirë. Këto janë 3 skenare të dashur miq të orëve të fundit. Amerika ka thënë se do të bombardojë Iranin sonte ose nesër. Ne do të ndjekim hap pas hapi, minutë pas minute të gjitha këto zhvillime. Këto ishin 3 skenarët e goditjes dhe të ndërhyjes fatale amerikane sipas
Pentagonit dhe të tre skenarët janë të vështirë. A do të munden të godasin dhe të realizojnë regjimin, apo do të bëjnë një goditje pa lavdi, si ajo e Maduros dhe Venezuelës? Këtë do të shohim në orët në vijim. Zhvillimet do të jenë të mëdha dhe ne do të jemi bashkërisht për t'i parë nga afër, dhe për gjithë ju që të cilët na thoni kështu kemi nevojë të marrim vesh çfarë po ndodh në Shqipëri, sonte ndark do të çdojmë edhe në Shqipëri sepse ka një lajm shumë të rëndësishëm, një sfidë të hapur që Rama i ka bërë amerikanëve sot, duke e vendosur në siklet ambasadoren amerikane në Tiranë Nancy Varhorn, të ngarkuar me punë, dhe duke i vendosur pranë saj Belinda Ballukun, duke që ishte shumë siklet përfaqësuesja Amerikës në Tiranë, bëri një lëvizje të fortë Rama sot, bëri një sfidë të hapur dhe amerikanëve. Këtë do ta diskutojmë në darkë sonte, se ka zhvillime të mëdha edhe nga vendi, do merremi edhe me vendin, por edhe nëse ka zhvillime të tjera nga lindja e mesme që po shpërthen situata atje, do të jemi duke i bërë të dyja analizat bashkërisht nëse do të jetë e nevojshme. Kaq për momentin, pjesën tjetër ju e dini si gjithmonë, vijoni në numrin